Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do të flasim për një organizim tepër të veçantë të Universitetit të Shkodrës Luigjë Guarakuçi. Të tillë janë të gjithë organizimet që ai sjell, por këtë herë është me të vërtetë diçka unike. Dhe për të folur më tepër për këtë teatr poetik, kam sot të ftuar në këtë mëngjes Evis Moriçin. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjesi. Faleminderit që je pjesë e Info Plus. Faleminderit edhe juve për ftesën. Dhe Sidrit Dodën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit që je pjesë e emisionit. Falenderoj ty për ftesën. Dua të di pak më shumë nga ju. Çfarë do të thotë për ju ky teatr poetik? Faktikisht është një eksperiencë që universiteti po na jep. Përveç universitetit si një shkollë për me shku, me studiu, me dhënë ato provimet, në fund mu diplomu, universiteti ka bët mujtën edhe hapjen e klubeve studentore. Përveç hapjes klubeve studentore, bënd mujtën edhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme. Dhe së fundmi është bë me iniciativën e profesor Gzimit, është bë një ky lloj teatri poetik për të aktivizu studentët e gjithë universiteteve, sepse sidomos studentët e shkencave shoqërore si gjuletërsia, gazetaria njihen për këtë gjë, por ka dashur me përfshit gjithë. Si drejti pjesë e fakultetit ekonomik, si ishte për ty pjesa e teatrit, si drejt? Unë jam marrë edhe më përpara me teatrin dhe në qysh në kohën e gjimnazit, jam angazhu duke bërë disa shfaqje të ndryshme me të rritë e gjimnazeve të Shkodrës, por edhe tash në universitet kjo është diçka shumë e veçantë, sepse si tha edhe visje shkolla nuk na bëhet monotone, pra na jep edhe një ndjesi tjetër me provu edhe herë si është skena teatrit edhe me lujt në me bashkëpunu me tjerë edhe me bë një rol. Për ty, sa i veçantë është ky rol? Faktikisht për mu çdo gjë që ka lidhje me teatrin është shumë e veçantë, sepse është pasioni im më i madh, por mënyra se si po bëhet ky teatr poetik ka të veçantën e vet. Unë nuk kam marrë kur pjesë në një teatr poetik, është për herë të parë për mu. Është një lloj eksperiencë që nuk është një teatr poetik që del edhe thu një poezi dhe mbaroj gjithçka, por je në mbrëmësi të gjithçkaje edhe kur partneri është duke interpretu. Pra është një lidhje mes partnerash, mes kolegëve, pra që është për mua është një ndër eksperienca që jam të e shiju edhe gjatë prova dhe mezi po pres sot që kena shfaqjen me pa dhe publiku se çka kena bë. Unë jam marrë edhe më përpara me teatrin poetik, qysh në gjimnaz nuk është hera parë që merrem me teatrin poetik, pasi kena vënë skenë poezitë e profesor Skënder Temalit, duke bërë një si tip dokumentarit për figurën e tij. Por edhe këtë herë më pëlqen shumë, sepse janë 3 poetë shumë të mëdhenj shkodran, Migjeni, Pipa dhe Camaj, të cilët ja vlen të dëgjohen edhe nga publiku. Sa e vështirë është për ju të sjellni poezitë e këtyre 3 emrave kaq të mëdhenj për Shkodrën dhe për gjithë Shqipërinë? Fillimi si çdo herë kur merr një libret në dorë, fillimi është i vështirë, sa ti kuptosh logjikën, sa të kuptosh, sepse ajo është një gegnishte e pastër, sepse normalisht veprat janë shkruar në vitet 30, është një gegnishte e pastër që ne ndoshta edhe nuk e përdorim totalisht në përditshmërinë tonë, edhe fillimi ka qenë i vështirë për mu mësu me tekstin, mandej mu mësu edhe me bë kombinimin mes lëvizjes dhe tekstit, por puna, provat, fillon edhe bëhet e përvetësuar ajo gjë dhe një herë gjen vidin edhe të thonë një varg poezie të kohës shumë. Ka shumë prova kena bë këta kohët e fundit, sa që me tamam e gjajmë vedin shpesh të recitu poezi që kena me dhënë sa në shfaqje. Dua të di nëse ndonjëri nga ju më recitoi diçka të vogël. Unë s'po e recitoj, se s'po du me... Ndoshta të më fusësh pak në brëndësi, sepse ne sot pas dite do shohim shfaqje. Po, se s'po du me do t'ja lëjmë asaj magjine. Magjine veprave, sepse me thonë të drejten, këto veprat përzgjalluna nga profesor Gzimi janë vepra që në njëna prej tyre nuk ka vu kurrë në skenë, por nuk dihen se ekzistojnë prej shumicë, sidomos veprat e Migjenit që njihen disa prej tyre që kanë më shumë za, profesor Gzimi janë mundu për me marrë ata që nuk kanë atë shumë za dhe nuk janë përdorur atë shumë. Kështu që po dona me ja lënë magjisë
së masditës së sotme, por tema është Shkodra. Përveç Shkodra është problemet shoqërore që jo vetëm Shkodra ka, por e tonë Shqipnia dhe shofim që edhe pse ata shkrimtarë kanë shkru shumë vite më përpara, mi gjeni një ndër tyre në vitet 30, i shofim aktuale edhe sot në 2025. Kjo është pjesa kryesore që ka ndashtë profesori që e falenderoj shumë profesor Gzim Puken. Ka arrit me bashku 3 poetë të mëdhenj dhe duket sikur vargjet e tyre janë të njëtrajshme, sikur i ka shkruar një dorë. Edhe kjo mesazhi që përcjellen është tërë i veçantë. Sa të emocionuar jeni për sot në orën 5 që është shfaqja? Shumë, tepër, sepse është një diçka që ndoshta nuk jena mësu, nuk kena pas një regjizor të mirë fillt, nuk e kena atë skenën e teatrit, skenën e mirë fillt që jena mësu, edhe është diçka që në pamjet parë disave ju duket si amatoreske, me thonë drejten, por loja që jo vetëm unë edhe si driti, por tonë trupa jonë studentore bën, është një loj briljante, me thonë, është tepër e bukur. Me zi presim të shohim. Si dritë mund të në përshkruash pak nga emocionet e tua? Normalisht, qysh se flet, për këta 3 poet emocionuash. Me fol për Migjenin, me fol për Pipen, me fol për Camen, janë emra kaq të mëdha sa që unë jam tepër i vogël për me arrit me përshkru këta 3 emra. Por, si tha dhe Visi ma përpara, ne jena përgatit shumë, kena ba shumë prova, gjithë trupa ka ba një punë tjerë zakonshme, edhe duke mas pas një regjizor të mirë fillt, si që tha ma përpara Visi, ne jena mundu me mishe me shpirë, si i thojnë fjallës për me zjarë diçka të bukur, edhe me përqu publikot ata mesazhe që këta vetë autorët, edhe pse poezit që kena zgjallë nuk janë shumë të livrume, pra, ne njofim Migjenin vetëm si poeti mjerimit, por nuk njofim pjesën që ai ka shkruar për dramat sociale, për qytetin, për Shkodrën. Nuk i kena him më në brendni. Me këtë herë, ne ndoshta dona me pasqyru atë pjesë që ne nuk e kena pa te këta 3 autor. Sa kohë ka që përgatiteni? Unë e di që keni bërë shumë prova. Faktikisht, puna ka fillu qysh në pranverë. Mu profesor Gzimi, sepse unë e kam pas 2 vitet e para të bachelorit profesor do me thonë, më ka dhënë mësim, dhe më pat prezentu këtë projekt si diçka që dën me e ba, kishte me dëshirë, por hala nuk ishte i sigurt a dën me vendos, apo jo, dhe kishte rënë në diskutime dhe me Astrid Fanin, që kena edhe bashkëpunëtorin ton në krijimin e këtij teatri poetik. Kishte bë bisedimet me Astridin dhe kishin rënë dakord, por hala nuk kishin vendos as trupen, as poezit, as si do të bëte kjo ndërthurje, por mu më ka najtu me majt në kontakte shepar për çdo gjë. Mandej përgjallja është ballë me anë të audicioneve dhe ne në tetor kena fillu provat intensive për ditë. Çdo ditë. Sa orë në ditë? 2 orë po i herë. Minimalisht 2 orë. Edhe të them drejtën, profesori ka kaq dëshirë për me lanë më të mirën tonë, sa që hala nuk është i bindur na ta bëjmë apo jo. Kaq në stresa. Unë e di se deri që na ka pa provat e para në skena dhe pavi se tash po shkon mirë çdo gjë dhe provat ja kishin vlejt. Atëherë domethënë ka filluar më shqetësu pak se ka pas një stres të jashtëzakonshëm. Unë jam e bindur që ju të dy do shkëlqeni, por edhe pjesa tjetër e trupës do shkëlqej. E Vis, do të na tregosh disa nga emrat e tjerë që janë pjesë? Po, sigurisht, kena këngëtaren e njohur Savjana Vjerdhen, që jo vetëm si këngëtare, por do t'jetë edhe si aktore në këtë trup. Me perkusion, muzik live kena edhe Jetmir Mesi, të vazhdojmë edhe me Amelia Krosaj, Kristela Lazri, Nikola Brigjaj, Josef Marashi, nëse kam harru në jamër Arizona Hoxha, jena një grup i madh, në fakt. Një grup i madh. Edhe Astrid Fanin, që edhe Astrid Fanin, normalisht, që kena në 2 role. Një grup i madh dhe shumë i mirë, ku unë mbaj mend edhe në teatrin eksperimental, që është bërë në Shkodër. Si drejt i ke qenë pjesë e atij teatri, mund të na tregosh se sa ka ndikuar pjesa e teatrit eksperimental? Edhe unë edhe e Visi kemi kanë pjesë e këtij teatrit. Teatri për 3 ishte një risi që u bën Shkodër me gjimnazet, edhe them që ne filluam atë pasionin ton
që kishin vetëm, si më thonë, në andër në sirtar, fillume me vunë realitet. Edhe kjo në ka bërë që të lidhen prapë me teatrin edhe të kërkojmë prapë hapsina, si që është kja universitetit, të kërkojmë, dhe më thonë, të gjajmë vedin edhe të japim ndoshta më të mirën tonë edhe në role, ndoshta në role dytësore, por që t'jenë aktiv në këtë gjë. Po për ty Evis, si është lidhja jote me teatrin? Lidhja jame dashnia më e madhe. Prej 4 vitesh. Për momentin Evis. Prej 4 vitesh angazhohem me trupen, jo vetëm me trupen rinore, por kam pas edhe shfaqje me trupen profesioniste në teatr, filloj gjithçka edhe për mu tek festivali i shkollave të mesme, ku rastësisht shkova në audicion, mora pjesë, fitova, mora edhe çmim 2 vite rresht, dhe mandej e vazhdova si çështje pasionit, si një punë të dytë, mund me thonë, dhe tani po vazhdoj prapë me shfaqje të tjera që më ofrohen. Përveç teatrit, ju të dy keni një lidhje shumë të mirë me televizionin, ku të dy jeni pjesë e televizionit, si Driti ka qenë pjesë e emisionit të mëngjesit në një televizion në Shkodër dhe Evisi është pjesë e emisionit Ping Pong në Star Plus Televizion. Mund të tregoni pak më shumë për pjesën tuaj, lidhjen tuaj me televizionin? Televizionit, është me folë për televizionin, në televizion jam rritë. Edhe pjesë lidhja familjare që kam pas me televizionin, më ka bërë jem shumë i afërt me te. Edhe masonera fillimisht kam fillu në televizion të angazhohem si operator. Ajo më pëlqejte edhe ishte pasion jem më i madh. Dashnia parë, si sta Evisi për teatrin, edhe kam pas pjesën e kamerave, aparateve, gjithmonë më kam pëlqyer dhe arrita që ëndrën tëme ta bëj realitet. Më vonë lidhja edhe pasioni për me prezantu. Për një kohë të shkurtër fillova të prezantoj, por nuk e gjeta vedin siç duhet ndoshta. Por që prapë është një ndër pasionet e mia më të mëdha. Po për ty Evis. Unë që ishë fëmi, në fakt, e kam pas honër, se shif Sharbana Osmanin të bë Big Brotherin edhe dosha mu bë lonsja. Por ka një dëshire madhe për mu, që ishe vogël, mu marrë me televizion, por kur nuk ma ka marrë mendja se kisha me kanë pjesën e televizorit një herë, pasi herë, por një i tesh me falenderu edhe Aleksandrin edhe Nikolinin, që ma kanë bë ftesën edhe ma kanë dhënë mundësinë për me kanë pjesë e emisionit Ping Pong, që arktona, ma shumë se lomna të punu, arktona me njëri tjetrin. Tek emisionit i ke një pjesë shumë të veçantë. Më tregon pak më shumë? Fakt, unë kam personazhin më int momentit. Prandaj është kaq i veçantë. Kam motrën e diellës, hanjen. Është një ironizim i ministres virtuale, sepse unë jam avokate e popullit, pra jam në shërbim dhe në ndihmesë dhe në mbrojtje të popullit. Me nota ironia dhe sarkazme, unë vën loj dy prezantuesat e Ping Pongut që dojnë mu tallë me popullin, por nuk tallen me mu. Kja fuqia jame. Por jam edhe të pjesa e skeqeve humoristike, sepse normalisht skeqet i japin emisionit ma ngjyra, ma larmishmëri, plus që ne të tre jena një skuadër, thët edhe Aleksandr, jena një skuadër, që punojmë shumë mirë me njëri tjetrin dhe gjithçka na ecë që ujë. Si drejt në fund dua nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që kanë ëndër teatrin. Një thirrje. Gjithë duhet ta provojnë, qoftë edhe një herë një skenën e teatrit. Është vërtet magjike. Gjithë duhet ta kalojnë pasionin e tyre një herë të paktën në skenë dhe të japin vetin 100% e tyre. Edhe më pas të shohin, të lidhen apo jo me të. Edhe nga ti Evis? Jetës nuk i dihet kur. Unë nuk e kisha menduar ndonjëherë se kisha me ecë ka gjatë në hapat e teatrit, por nuk i dihet kur, kështu që jepni më të mirën tuaj, angazhonu, mundoni, marrni zemër edhe delni aty në skenë edhe kënaqni publikun, edhe kënaqni edhe ju me publik, sepse gjë më të bukur s'ka. Ju falenderoj shumë të dyve dhe ju uroj shumë suksese në shfaqjen që do të keni sot dhe në të gjithë karrierën tuaj dhe në shkollë, kudo që të shkoni shumë suksese, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit Info Plus. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për të. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Takimi radhës së bashku nesër në Star Plus Televizion.